Nga bojkotimi i mediave të Kosovës tek sulmet e gazetarëve në pranime të madhe në to, nga përdorimi i termave hajvan e hajvanat me premtimin për një gjumë të matur dhe bashkëpunuese me partitë e tjera të mëdha shqiptare. Këto janë vetëm disa nga ndryshimet në qëndrime që vun re gjatë paraqitjeve të fundit në media të eksponentëve kryesor të partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, përfshirë edhe kreun e saj Albin Kurtin. Periudha kur janë bërë këto deklarata në studio televizive është me rëndësi. Kanë mbetur edhe pak ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Njohësit e zhvillimeve politike në parim nuk e shohin ndryshimin si diçka të keqe, por në rastin konkret besojnë se moderimi i diskursit është strategji e LVV-s për ta përmirësuar imazhin dhe është pjesë e kalkulimeve politike. Për Donika Eminin, hulumtuese në grupin këshilldhënës në Europë për politikat e Ballkanit, ndryshimi fjalorit të vetëvendosjes nuk është i rastësishëm. Sipas saj, intervistat e fundit të Kurtit, Glauko Njufcës dhe Albulena Axhiut në mediat lokale të Kosovës duken qartazi të orkestruara për të përgatitur terrenin pas zgjedhjeve. Së pari, kjo është një përpjekje për ta vënë opozitën në diskomfort, duke luajtur rolin e palës së mirë pas një viti të tërë të përdorimit të gjuhës toksike. Së dyti, kur ndryshimi lidhet drejt për drejt me nevojën për koalicione, LVV-ja është e vetëdijshme se nuk mund të qeverisë më e vetme, siç ndodhi në 2021-shin, prandaj një gjumë e butë dhe një paraqitje si parti e pjekur politike shërben për të hapur rrugën për bashkëpunime paszgjedhore, vlerëson Emini. Edhe sociologu Artan Muhaxhiri është në të njëjtën linjë, sipas tij ndryshimi i qasjes është pjesë e strategjisë, por nuk besoj që partitë e tjera politike, PDK, LDK, AK, i besojnë këtij ndryshimi të befasishëm dhe shumë të shpejtë të stilit politik të LVV-s, pasi kanë pasur përvoja në të kaluarën se ky ndryshim është i përkohshëm dhe jo i përhershëm, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Muhaxhiri mendon se caku i LVV-s tani janë votuesit e pavendosur dhe ata që kanë dilema nëse do ta votojnë ose jo këtë parti, që në zgjedhjet e nënshkurtit të këtij viti mori 42% të votave, shifër kjo e pamjaftueshme për të qeverisur vetëm. Ai vlerëson se partia e Albin Kurtit, që është në pushtet që nga zgjedhjet e vitit 2021, nuk ka ndonjë argument të fuqishëm nga qeverisja deri tanishme. Prandaj aseti kryesor i lëvizjes vetëvendosje në këto zgjedhje do të jetë ky ndryshim i retorik në mënyrë që disi edhe kësaj radhe të arrijë rezultat pozitiv, pasi përveç fjalëve, veprat i mungojnë. Ndërkohë, viti 2025 do të mbahet mend për polarizimet e skajshme mes partive politike shqiptare në Kosovë, qoftë në fushatën për zgjedhjet e shkurtit, më pas për pamundësinë e formimit të institucioneve, apo edhe gjatë garës në 2 raundet e zgjedhjeve lokale. Gjithçka duket se nisi pasi Kurti e kuptoi rezultatin e zgjedhjeve të nënshkurtit, doli para mbështetësve të tij dhe ju referua partive që ishin në opozit në legjislaturën e kaluar si hajvan dhe hajvanat. Në një intervistë dhënë më vonë në televizionin lokal të Kosovës, Kanal 10, kryeministri në detyrë tha që nuk e mendoi të gjithë opozitën kur e përdori shprehjen hajvan, por vetëm një parti që sipas tij bëri premtime iracionale dhe lajthitëse. Por ndoshta është dashur të gjejë ndonjë fjalë tjetër, theksoi Kurti duke mos treguar se kujt saktësisht i është referuar. Ndërkohë numri 2 në LVV, Glauko Njufca, tha disa ditë më vonë në televizionin tjetër lokal të shtat se Kurti ka reflektuar dhe e ka pranuar se ka bërë gabim në këtë rast. Ndërkohë sipas Eminit, fyerjet si hajvani kanë shërbyer LVV-s për t'i dobësuar kundërshtarët politik dhe për ta mobilizuar një elektorat të ushqyer me narrativ konfrontuese. Edhe pse kohët e fundit ka pasur një pranim të tërthort se janë bërë gabime në raport me opozitën dhe mediat, kjo nuk e ndryshon faktin që kjo sjellje ka vazhduar praktikisht deri 2 javë para zgjedhjeve.